Besimtarët pranishëm, ne jemi në vazhdim rrugtimi jonë për në xhennet. Dhe ligjërata e tretë parafërsisht se destinacioni krejt adhurimeve tona na çon për në xhennet. Dhe folëm disa ibadete që janë me gjuhë dhe në shkak me argumentet Kur'anit dhe sunnetit që të çojnë në xhennet. I folëm disa sunnete që i praktikon besimtari dhe ndërton një prej pallateve të xhennetit. Me një lloj dhikrit, duke i thonë Allahut subhanallah wa bihamdihi, njeriu e mbjell një palmë prej palmave në xhennet. Edhe pastaj dulem në pjesën e dytë të adhurimeve, veprave që të çojnë në xhennet. E fjala dhe vepra a ka kuptim tek Allahu dhe a ka vend besimtari në xhennet nëse nuk e starton fjalën dhe veprën prej ku? Prej në zemër. Është shumë interesant, njeriu kur të shkon dikun thotë ma don zemra jam të shku te filani. Do të pa ta dash zemra se ban asnjë punë, ti e ban një punë që ta don zemra. Ti han një ushqim që ta don zemra. Ti e nis një rrugë të mirë që ta don zemra. E neve mas shumë të qka do të më na dash zemra, me dash rrugtimin ton ka Allahu me dal faqe bardhë. Edhe ky pozicion startohet prej zemrës. Ti që ke ardhur në xhami, nuk ke ardhur rastësisht, ke ardhur se ta ka dash zemra. E përgatitja e zemrës për në xhennet dhe për te Allahi është para se me përgatit trupin me shku te Allahi. Prandaj asnjë adhurim nuk pranohet përderisa ti nuk e kije lillahi rabbil alamin. Thot Allahu në Kur'an: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj o Muhammed, namazi, kurbani, ama dhe çka? Jeta dhe vdekja dhe ti që jeton 60 vjet, 70 vjet, krejt punë mi bë lillahi rabbil alamin, me zemër për Allahun. Fjalën për Allah, veprën për Allah, namazin për Allah, ama krejt stacionin e energjisë pozitive i ki se Allahu të ka urdhnu dhe unë e pëdu me shku në xhennet edhe me pastru këtë zemër. Pse sot ndala te kjo element? Se ka njëherë njeri e ban veprën e madhe dhe thot hoxhun ka me fitu xhenetin. Sahabët kanë bë shumë ma shumë sevap se na. Kanë bë dhikr, istigfar, dua, namaz, lufta, xhihada fi sabilillah, kanë dhënë pasurinë krejt. Dikush gjysmën, dikush krejt, edhe kanë thonë kur i kanë ngrit durt me frikë respekt. O Allah, a e pranon ti as e pranon? Kena, do të krejt na shka e banëm mundin ton. Amo zemra është dridh prej frikës. E kjo është kulmi i takvallëkit, siç thot Ibn Taymija rahimahullahu taala. Kur njeriu e bën një vepër dhe ka frikë respekt ndaj Zotit, ato Allahi na ka pranuar ajo. Prandaj nuk guxon muslimani me thonë hoxha unë fali 5 vakt namaz, po obligim e kije. Hoxha unë respektoj kujshin, po obligim e kije. Po unë jap hakin punëtorit, po obligim e kije. Po punëtori hakin gazës, po obligim e kije, se ke tradhu, i khianet 8 saati kjo punë. E në xhennet çish përdor me tradhime shku. E a tradhon dora, ndajani me vëmendje. A tradhon dora, a tradhon syni, a tradhon gjuha, a tradhon trupi përderisa zemrën e ka besnik? Ja. Veni tradhiesh në zemër. Kur zemra o tradhtare e shtin edhe dorën me vjedh, edhe synin me këshin haram, edhe gjuhën me bo fitne. Prandaj udhëtimi jo në xhennet është me zemër. Prandaj sebebul khiyana, shkaku i tradhties zemrës të njerëzve që ka shumë sebepe. Është hasedi. Allah i të ka dhënë shumë të mira, po kujshis i ka dhënë, po knat shumë se kujshis i ka dhënë shumë. Ti garo, po mos ki hased te vllau jot, te kujshia jot, te dosti jot, te dashamiri jot. Ato kall dynjaja pi hasedit. Kur s'kan pas musliman, ti kanë më të mirë. Kur i ka shtu shumë bereqeti, pse ky i pruni 3 shtepera, pse ky i pruni 5. E çish do me shku në xhennet me hased ja? El hasadu ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-nar al khatab. Hasedi i djeg punët e mira, sevapet e tua. Atëherë ti energjinë tonë jetë djeg në vend, jetë shllajfit në vend. Atë udhtimin që na të folna, që për mi mbajt shenja dhe për me shku në xhennet, ti e të kallë në vend, si e të luvrit. Ti në kerje, e ke kallë kerë në mo benzini me një vend e ki, edhe ashtu të kallë
kerri. Edhe typ temperatura do të plas zemra në ditë. Plas. Pse? Se ti nuk mirësh me vetvete e me thonë se kjo është rrezik që Allah ja ka dhënë. Prandaj, zemra tradhtare e bën edhe veprën pastaj me kall dhe veprën nuk e bën për Allahun e Madh. Pastaj, një kategori e dytë që e ndal udhëtimin dhe e ndalon udhëtimin për në xhennet. Hasedi, pidje ka punë të mira. E dyta, smundja e dytë, është kibri. Jemi të përmend kalinthi, ajo që ka të pengon ty në adhurim. Gjithë natën, vend që me bë dhikr Allahin, ti gjithë natën ki me studiue hasedin atina, shka ka vaj. Sa ka fituaj? Çish ka fituaj? Allah nuk të ka quti llogarit si tjetër më bajt matematikat. Allah të ka quti mi bën llogariat e tua. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritë veten para se të llogaritin për me shkuën në xhennet, llogaritën një herë veten. Sot ka vepra, nesër ka shpërblim, llogari. A ti se ki vaktin e llogarisë. Ti ki llogarinë tënde me bën sot. Hasedi pengesë për në xhennet, e cila tradhton zemrën, pi jashtë duket shumë i mirë, pi mrena është i djegt zemra ti, me wala tahasadu ka thënë Allahu në Kur'an. Mos xhelozoni. A çfarë më thon me xhelozu? Mja pas i nati o Allah, pse ati i dhaj më së më dhaj? Kështu i bën shkurt. Mos më kanë i kënaq me kaderin e Allahut që Allah ja ka bërë rrezik atij s'ta ka bë ty. Prandaj kënaqu, nëse don Allahu më ta lecu rrugën për në xhennet, është me largu hasedin. E dyta është kibri, kryelartësia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot: ai në të cilën në zemrën e tij ka kibër nuk ka vend në xhennet. Ama bunja lehu qasran fil janna, i ndërtohet një prej pallateve të xhenetit ai i cili nuk ka kibër. Prandaj në kibër xheneti nuk është për kibërlit, po është për njerëzit modest. E ti krejt këtë energji që tre ditë shkajnë ato thonë. Ti e thua la ilaha illa Allah. Ti thu subhanallah wa bihamdihi. Ti merr abdes, pa abdes nuk shkon në xhenet. S'ka mundësi me shku dikush në xhenet pa abdes. Se ki shart më fal. E ki shart adhurime tjera që të lidh abdesi. E thu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu dhikrin. E i fal 2 recate, këto janë sebepe për me shku në xhenet. Sebepe, sunete. I ban, shkon në xhenet. Ama pa i thonë Allahut subhanallah, pa i thonë Allahut la ilaha illallah, pa marr abdes, pa u fal, pa besu në Allah, shartët e iman, hadithin e Muadh ibn Jabelit, nuk ka xhenet. Atëherë këto janë stacioni, depoja jote është zemra. Kjo është depoja. Këto punë, atëherë mos e përzi adhurimin tan me hased, mos e përzi adhurimin tan me kibër, me thonë unë i nimoj njerëzve. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Edhe ti e të dhon nga e mira e Zotit. Ti me të mirën e Allahit, që Allah i ka ditë fukaras, mi thonë ti më të bë fukara. Pa Allah i të sprovon ti mi thonë. E shë bujarien tane. Prandaj në hadith ko ka, nuk hin xhennet ai çka ka kibër, apo? E kundërta, në xhennet ka me hi ai çka o modest. Ama e dyta, mastravgjia nuk hin xhennet. Po hin ai çka o mesatar. As ai çka e shtrydh, as ai çka ban mastrav dhe çallon me marrë vesh këtë dynjoja. Po kush shteti me bë mastrav? Tham pram brendin, kerrin, luksozin për me marrë vesh dynjoja, po kënaqu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kënaqu me të mirat e Allahit. Po mos jeto për njerëz, jeto për Allah dhe për çefin tan. Po në standarde të normales. Edhe kush ti me po kibër? Ajo zemra e cila tradhton ti. Atëherë, wa man yu'min billahi yahdi qalba. Ai që beson Allah ja udhzon zemrën ka xheneti, ka dashuria e Allahut, veprat këtij ka në central. Ku e lidh në zemrën e tij. Rria al-qalb është sy fatësia, mi bën edhe ibadetin e bën për sy fatësi. Ka çef me dal në safin e parë, suneto me dal në safin e parë, mos më hajde në safin e fundit. Ka hadith pejgamberit alayhis salam. Mos po është ndaluar me rezervu venin, unë e kam çatu venin. Ndalohet, ka rregulla, terbije pejgamberi alayhis salam ka tregu. Xhamia është shtëpia të Allahut. Tu përmas dhe ai çka është më i ditur, për me përmisu hoxhën nëse gabon. Edhe pozicioni jon para se me vënu trupin, jena të fol, mos me vënu trupin më pa më këtë dynjaja që unë jam të çetu. Po njerë në të më shef Allah. Ka sahabi, ka tabiin, në histori shumë që përmendet, kur nuk ka pa qaf xhamatit, kur është fal. Veç një qaf e ka pa, qafën e imamit. Sa ai ja ka bë obligim i pari me ardhë në xhami. Edhe është fal mas imamit. Ama Allahu Azza wa Jalla ka bën nasip me vdekën sejdë.
Pse? Ai ka përgatit njetin e zemrës për te Allahu. E ka përgatit tani edhe sebepin, ama nuk ka dalë për ria, nuk ka dalë për syefatsi, nuk ka dalë për kibër, nuk ka dalë. E nëse zemrën e përgatit, fjalën e përgatit, veprën e përgatit për Allah, atër Allahu nuk e tradhon ai I cili nuk e tradhon Allahun subhanahu wa taala. Din qaimun bil qalb wal a'mal adh-dhahira wal furu'. Dini jon nuk është ana vetëm zemër dhe shpirt, starton prej zemrës, po është edhe fjalë, edhe bindje sipas ahlus sunnetit që na ka mësu në Kur'an, në Sunet dhe dietar që na kanë. Prandaj, dy persona bajnë vepra të mira, ty dy të njësoj janë, në synin e njerëzve. Ky jep sadaka, ky jep sadaka, ky falet, ai falet. Ky shkon haxh, ai shkon haxh. Ky shkon haxh për mi thon haxhi. Ky shkon haxh se ka obligim, e ndjen obligueshmërinë e haxhit. E ndjen obligimshmërinë e haxhit. Edhe e ban njetin e zemrës. Ama unë kum shku, e kum përzi, shkoj për Allah, më dhe pak për insan, të më thojnë se haxhi filani jam. E ke përzi. Udhëtimi jon me shkun lebejk Allahumma lebejk, e tham, pejgamberi alayhis salam I ka thonë ky ka morin gjallë në xhennet tu I thon Allahut lebejk Allahumma lebejk, se ky dhikr nuk bëhet në xhami, bëhet vetëm në Qabe. Edhe vetëm në Ihrama Kur'an. Për përkujtim, dje e përmenëm hadithin, ka vdek djali ripin deve me dy Ihrama, tu I thon Allahut lebejk Allahumma lebejk. E pyetën sahabit, çka më bë? Than pështjellën me dy qefina. Lënë janë I ftyrën qel. Pse? Se ai ka shku për Allah, ama na mas 1400 vjetëve e përmenemi këtë hadith. Pse? Se Allah e ka ngrit me sinceritetin, me imanin e tij. Pastaj edhe me këtë vepër, po plot ka që vdesin haxh. Edhe kjo është një myshde. Ama kur të shkojsh edhe e ban veprën për Allah, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë falahu qasran fil janna, ky ka një pallat për pallateve të xhenetit. Edhe Allah, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po na çel shumë dyrë neve të xhenetit, edhe shumë shkallë të xhenetit, me shumë lloje të adhurimeve, të fjalëve, të veprave, të sunneteve, të farzeve, edhe me farz shkon në xhenet, edhe me sunnet shkon në xhenet. Amo krit këto lidhen me zemrën. Prioriteti është me rregullu zemrën para se me rregullue veprat. Për duave të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam të veçanta, edhe ne jemi në muajin e Ramazanit, muajin e dritës që Allah e ka zbrit Kur'anin, ka thënë Allahumma ij'al fi qalbi nura, o Allah jepëm dritë në zemrën time. Kjo është ajo siguresa kryesore e dritës. Badjava sigurat që aty të ka ra ty I kallë këto drita qera. Sigurat që imanit ton, sigurat që I dritës imanit, ajo kryesorja është në zemër. Badjava I trusat është e kera tjerë. Njëna është namazi, tjetra është haxhi, tjetra është zeqati. Ama nëse këtu nuk e ka kallë dritën se unë e kam për Allah, ti e ki çkym të mrejnë aty. Badjava e trusa që. Te njerëzit duket se kjo është e kera, ma nuk bën drita ja. E prandaj përgatitja e zemrës është prej prioriteteve të udhëtimit ton në xhennet, me shku Allah I nasip na dhoft. Allahumma ja'al fi qalbi nura, duaja Resulullahit, o Allah ma ban nasip zemrën ta kam dritë. Ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, më I sigurti pi krejt krijesave Muhamedi alayhis salam për në xhennet. Më I sigurti, I garantumi pi Allahut, që aqeli Allah I krahërorin ati, ka thonë, o Allah, forco ma zemrën time në dinin tanë. S'ka thonë, forco mi durët, forco mi, jo, zemrën. Pse? Se nëse në zemrë je me iman, kam cikia më vjen në gjami, valla. Kimi na musliman që vinë, me pataric vjen, me kolic vjen edhe vjen këtu, dikush I ka kamët. Dikush vallaj nuk sheh, hiç s'ka pa kur dritë, pasy, ama Allah ja ka bon nasip, e merr dikush për dorë, e merr me atë shkopin, e ka gjetë udhën e xhenetit nëpërmjet xhamisë me ardh. Ama dikush e ka derën në xhami, derën e xhamisë e ka karshi, Allah I ka vënë perdë atij se perdën e ka në zemër, dhe ai me sytë e ballit nuk shef. Pse? Se e ka perdën në zemër, dhe ai nuk e shef xhamin. Ai nuk e shef çabën, ai nuk e shef dhikrin, ai nuk e shef istighfarin, ka perdë. E prandaj edhe kjo dua që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon rëndësinë e udhëtimit ton në xhennet është me përgatit zemrën. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-qalb huwa al-aslu fa idh kana fihi ma'rifatu al-ilmi wa irada. E përmenëm pak më herët, masi pejgamberi ka bëu dua, o Allah ma ban zemrën dritë, o Allah ma forcon zemrën për në xhennet, na mëson neve, kjo është mesazhi edhe neve më na mësu. Edhe ne këtë mësim e marrëm pi mësuesit më të mirë që e ka mësuar Allahu nëpërmjet Xhibrilit, ja ka zbrit shpalljen. Na nuk folmi pi hamendjes këtë mëve. Po çka ka thonë?
Ibn Taymija thot Allahu kur e don robin e udhëzon zemrën atij. Mirë po, baza e adhurimeve që kanë zemër dhe nëse e kije në zemër, Allahu ta instalon edhe një dritë tjetër mbrenda dritës asajna. Cila është? Është ilmi, është dituria. Do thotë, unë e du Allahin nga natyrshmëria. Nuk kam shumë argument, e du Zotin. Kemi shumë pleq, nuk din shumë ajete hadise. Po çfarë është ka i dini ka shumë saglam. Edhe është në gjendje me vdek dhe kanë vdek burrat përpara. Pse? Se kanë jekin në Allah. Kanë dritë të imanit në zemrën e tyre. Po këtë dritë çka e shton më shumë, sidomos te trit, për udhëtimin ton në xhennet, që du me dalë në pjesën e dytë, të udhëtimit ton dhe pengesat e udhëtimit ton në rrugën e Allahut në xhennet, është dituria dhe mos dituria. Këto s'kan pas mundësi më shkollu, ti ki mundësi më shkollu. Këto s'kan pas mundësi me mësu Sahih Buhariun, Riyadus Salihinin, na kena këtë mundësi. Sa hadithe i din ti vllai dashur? A i din 40 hadithet e Imam Nevevijut? A i ke lexuar ndonjëherë? A i ke lexuar usulul thalatha, bazën, 3 kushtet, 3 shtyllat e fesë, shumë të rëndësishme janë ata. Ata nëse dojnë na udhëtimin ton me siguru për xhennet, ndajoni me vëmendje, sipas Ibn Taymijës rahimahullahu taala është me shtu dritën e diturisë në zemrën tonë, do të thotë mendjen tonë dhe në zemrën tonë. E gjejnë ma lehtë. E kupton çka është fitne, e kupton çka është telash, e kupton çka është sprov, e kupton çka është bela, e kupton çka është merite jote, e kupton çka është kader pi Allahit dhe sebeb ti. Kumpi raki, kumpi drog, kumpo zullon, po ti je faktor, ti me menën tënde, me xhelin tënd e ke shkatruar zemrën tënde. Amo jo, unë e kam zgjedhur rrugën e xhamisë, unë e kam zgjedhur rrugën e axherimit. E kam zgjedhur. E ilmi është ajo navigacioni i cili ta siguron xhennetin, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Men salaka tariqan ilmi, kush e ndjek rrugën e diturisë, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-janna. Allah ja lehtëson rrugën për në xhennet. Allah na lehtësoft ya Rabbil alamin. Na kit ulema së mbami, kit xhallar së mbami, ama duhet me kuptuar rëndësinë e shahadetit. Duhet me kuptuar rëndësinë e namazit. Duhet me kuptuar rëndësinë e adhurimeve që janë prioritare. Mos më neglizhuze, mos më nënçmu. E zemra kur ka dritë dhe energji pozitive për me shku ka Allah, edhe dytën e shton me këtë dituri shumë më shumë, atëherë kjo t'jep siguri me ditë mi bë dribling pengesave, harameve, kurthave, telasheve, felasheve. Ishmi djeme një mexhlis dhe njani më pyet për një mesele dhe insiston fetvan e shit blerjes mi apo halalin, haramin mi apo halal. Insiston. I kam vetët nën hoxhallar kështu më ka thonë ti shka po tu. Unë i tham harama. Ka Allah i ka thonë, s'muir me thonë një sen çka ka thonë Allah i haram, unë më thon halal. Unë nuk jam nuk jam do të thotë kompetent për këtë punë. Allah i na ka mësuar me el halalu bayyin. Halali është i qartë, harami i qartë. A ka polemik me kësaj pune që Allah i ka thonë rakia është haram, droga është haram, kamata është haram. Çka më thonë ti? Tash mi dhon, ndëgjoni, tash mi dhon logjikës prioritet para argumentit që na ka thonë Allah dhe pejgamberi, kjo është zullum. Atëra ti të ka hini një vezvese, një shejtan në zemrën tënde. Prandaj shkupi trupi i njeriu shkon ka don zemra, se zemra është melik dhe udhtimi jon shkon ka Allahu, nëse zemra jon përgatitet me dituri dhe me jekin në udhtimin e Allahut subhanahu wa taala. Istighfari, sujudi, namazi, abdesi, dhikri, istighfari janë faktor të jashtëm që e ndihmojnë pastaj edhe rujtjen e zemrës. Janë mburoj, çka të mburojnë prej harameve. Ti që je me dhikr, ti që je me istighfar, ti që e ke këto 3 ditë që kemi përmend, me këto lloje të adhurimeve, ta ruajnë edhe zemrën. E ke pa ato kalajat? Kalaja, pse kam ndërtu? Për më rujt pi armikut. Sot kemi armiq shumë. E kije shejtanin alehilana me kitë gardën e vetë. Edhe çdo ditë sulmon, inna shejtana lil insani aduwwun mubin. Ai ka një obligim, më të largu rrugën tonë për në xhenet, mos më të lënë me hin xhenet. Sa ju kon xhenet, Allah e ka përjashtu për shkak kibrit që e ka pas. Edhe ka lipi Zotit, la aghwiyannahum ajmain, do ti devijojmë, do ti mashtrojmë njerëz krejt përveç njerëzit e sinqert. Njerëzit mukhlisin, ka thënë Allahu në Kur'an. Robrit, kush është mukhlis, ai që ka në xhami, ai që ka lexon Kur'an, ai që ka rrimë abdes. Këtë këto sene, atëherë ruan edhe zemra. Pse zemra? Se shiqimi i Allahut te robi, kush i çon?
Te forma jote, ja. Inna Allah la yanzuru fi suwarikum, Allah nuk e shiqon formën tonë. Shiqimi i parë i Allahut te robi është zemra. Aty është ajo bastioni kryesor. Inna Allah la yanzuru fi suwarikum, Allah nuk e shiqon gjymtyrt, formën tonë, e shiqon zemrën, e masani thot edhe veprat e tua. E prandaj imani është me gjymtyr, është me fjalë dhe është me zemër. Farhatul mu'mini dukhulul janna la yakunu illa bi fadlillah. Në xhenet a mund hin njeriu, hoç këtë kena bën çto punë? Zgëzojna mi thon vetit na kena garantuar xhenetin. Këtë këto shka kena thon, me thonë kena garantuar xhenetin. Njeriu nuk hin xhenet me veprat e tina, hin me rahmetin e Allahut. A më këtën sebepe për me meritu edhe më të adhonë Allah i rahmetin e ti. Kull bi fadlillahi wa bi rahmetihi. Thëtë Allah në Koran, thuj me rahmetin e Allahut, me udhëzimin e Zotit. Me rahmet është udhëzimi. Bi fadli, kjo është dhuntiz special për Allahut. Allah i ka ditë ty më të kriju budist, më të kriju diçka me besu judës a gjë. Allah në ka barë rësk neve me thonë, inë ledhine kali o rabbul Allah. Allah i ka bërë rësk neve me pasha Allah, kjo është nimet. Kjo është dhuntia më të madhe që na ka dhënë. Na të thonë për çka dhunti me rujt. Edhe nuk po du me mbjell pesimizëm. Na duhet me shpresu shumë se kene me hin xhennet. Se në xhennet këtë kene me hin. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, jon, krejt ummeti jam kanë me hin xhennet illa man aba. I thonë ja Rasulullah, çysh krejta? Tha këtë kanë me hin xhennet. Tha illa man aba, përveç ai që refuzon. E tha, a ka dikush që nuk don me hin xhenet? Pyetje. A ka dikush? Tha, jo. Tha, ka. Illa men eba, përveç ato që refuzojnë. Kanë men ata'ani, kush e ndëron rrugën e Allahut, edhe kush e ndjek rrugën tëm, dakhala al-janna, ka me hin xhennet. Wa men asani, e kush ma kthen shpinën, e nuk i madhron Zotin, e nuk i dakhala jahannam, ka me shkon jahannam. Atëre, kritë këto sebepe janë, po do më në thonë Rasulullah a.s. Kitë në kene me hinë gjennet, tim më zgabo me menu ketë se s'ki me hinë gjennet. Po veç që to sebepe që kajnë ati folë merë, falo, madhnaj Allahin, mos i ban shirkë Zotit, thuj Allah, subhanallah, merë abdes, ledzo Kur'an, ban mirë, jep sadaka, shkon haq, pasha Allah i kene me shku në gjennet. Nuk ban me dyshum këtë punë, se dyshimi është prej shejtanit, mendimi i keq për Allahin është prej shejtanit. Këtë mujt Ramazanit me mendune, po jo, droje, frikë, respekt, po. Allah, unë jam te po, a thua i kam tamam krejt. O Allah, me gjithë këto plotësomi ti mangësitë e mia, më fal. Pse thojnë na astaghfirullah mas namazit? Për më na fal Allah që ato lëshimet çka i bojna. Pse lejmë falje për më na kompletu Allahu mangësitë që kemi. Kur vjen këto janë meselet e përgatitjes zemrës, të fjalëve dhe të veprave. Disa nga fjalët. Po du me përmend udhtimi i suksesit. Suksesi më i madh është me rahmet të Allahut me hin xhennet, mi marr na sebep. Nuk ka dikush që ka arrit sukses dhe ka mbet në historitë njerëzimit pa sakrifiku. Pa bë kurbanllok. Merë një tregtar, 20 vjet, 30 vjet, esnaf. A esnaf mbetet. Dikush qohet për një moment, bjen shpejt. Ama i meqëm filani janisi me kallëzue, po ti ka dala, i din meselet rentja, i ke mësu mirë, apo veç 2-3 lafe, 15 minuta ke mësu, edhe që ata ja pështjell njerëzve. I meqëm së mbash për një moment, i ditur. Edhe zengin për një moment, zakonisht natyrshmëria e dynjas Allah na ka kriju, mu përpjek, mu munu. E masani atë që ka caktua Allah na i bojmë teslim. Por jeta jonë është jetë e provimeve, është jetë me sprova. Dikush ka provim më të lehtë, dikush më të rëndë. A i kemi na sprovat e Ibrahimit a.s. E Nuhit me djalin e tij, pejgamber, oti 950 vjet djali se ka besuar Allahin, ka shku në xhenem. Prandaj shefat nuk bën ditën e Kiametit Nuhi a.s. A dini pse? Se thotë Allahu në gabovat e ti se thash falma djalin, se lejset min ehlik, tha Allahu, tha ky nuk është nga familja jote. Lipën ndim të Musa a.s. Shefat, në ditën e Kiametit. Musa a.s. tha, ja Rabbel Alamin, unë e kam vrat jahudien. Lipin të tjerë, thotë unë e kam banket, lipin të aj, kush del? Vetëm Rasulullah s.a.s. E prandaj kjo është nimeti më i madh, edhe shanca që na merr mysh dhe neve se ne kemi shans me nëpërmjet shumë adhurimeve dhe praktikimit të sunetit, mu kanë ndërmjetësues kush? Garancë.
ndërmjetësues. Kush? Resulullah alayhis salam. Prandaj thuhet se ndringjallin kur do të ringjallën njerëzit, Resulullah karshivorri do dal. Ti kur të ngritesh. Sikur do të më thonë, ej, rri rahat se un jam këtu, unë të bëj shefat. Para mendoj ke hu pullën dikur edhe nuk e shah ndaj shqiptar dikon. Je në zor, edhe dal një katunar jot, janë shehërli jot, janë kujshi joti, edhe del ndim. Me një vend të Evropës, me një vend dynjas dikon, para mendoj sa gëzohesh, para mendoj ashtu dalë Resulullah në ditën më të rëndë të jetës njeriu, ku tahën janë gjatë, janë shmajt. E prandaj njeriu që përgatitet student, nxënës, nuk ban, do të më përgatit shumë serios. A ke pa para provimeve nuk luajnë lojna studentët. Pse se ka provime dhe mundohet ditët e funit mi përgatitet me dhënë provimin. Amo studenti i mirë pit ditës parë nuk hub kohë bosh, në për kantera, në për montera, në për lojna, në për sportska, në për movet. Jo, ai ju ka përkushtu ilmit. Ai qetri punës, ai qetri profesionit ti dhe i bën punë me përkushtim. Në xhennet nëpërmjet ilmit, në xhennet nëpërmjet adhurimit, në xhennet nëpërmjet punës, në xhennet nëpërmjet zanatit. Krejt. E prandaj kjo zemër edhe natyrshmëria kuptimit sprovave tona, dush me ditë ç'kjo është halal, ç'kjo është haram, ç'ta ka me bë, ç'ta s'ka me bë, mi selektu dhe me ndjek rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa një numër i madh janë ngaflet dhe ngjomë të thellë për provimin e Allahut se alladhi khalaqa al-mauta wal haya, në xhennet nuk shkohet pa vdek. Në xhennet nuk shkohet. Prandaj kjo pjesë e jetës, jeta e shpirtave, jeta në barkun e nanës, kjo është jeta e tretë, jeta e katërt është e varrit dhe jeta e pestë është e ringjalljes. Na jena në pjesën e tretë jetës. Alladhi khalaqa al-mauta wal haya, e kemi krijuar vdekjen, wal haya dhe jetën që ti sprovojmë njerëzit se kush bën vepra të mira me këto tre standarde, zemër, fjalë dhe bindje. E atëherë Allahu ka përgatitur xhenet. Prandaj jeta është gjithashtu provim. A ka dikush që s'ka një provim? Dikush për leje të kerrit, dikush për shkollë, dikush për punë, dikush në intervistë ka marrë, dhe është leje me marr provim. Mirë po, provim në punë, provim në shkollë, provim çoban, provim për mallin, provim për kohën, te Allah azza wa jall për krejt jetën tonë kemi dhënë provimin. Si e kalove kohën, si e kalove rinin, si e fitove mallin, si e harxove mallin, ç'i rujtë dhën. Një foto e thjeshtë, na jetojnë në sheher. Ato shka jetojnë në fshatra dhe në çoban. Çobani musliman i mirë, 20-30 dhen, e kish marrë me rrota me teneqe, me rrota si sit, edhe i kishtin mrena dhe i hecke dhend. Për shka? Mës milan dhend mukullot në vendet huja. Shqipi çfarë detali? Amo na pse e rasmi dorën në xhepin e huj, në hakin e huj, te gazda, te ai qetri, te ai qetra. Edhe ky detaj, njani pushet kafe në Siri, edhe kur e mush letrën me kafe, 990 gram e ban. Thot jo një kile, thot pa më 10 gram letër është ajo, e minuson atë letrën. Thot unë nuk jam të qit letër, jam të qit kafe. Edhe e ban 1010 gram. Se e ka matë në veti letrën, i ban 10 gram. Edhe 1000 gram i ban ashtu. Kafe. Thot 1010 gram, jo, 1000 është se 10 gram i ka thot letra. Kjo është detaj i frigës se jep provim, ka me dhënë llogari para Allahut në ditën e Kiametit. Prandaj jeta jon, sprovat tona do të jenë me fjalët e tona, me veprat e tona dhe me lëvizjet tona, e në dynja ki provimin e parë. E ki provimin e dytë. E gjen dikan edhe ka përcen, na heret s'ka rishvet, s'ka advokat, s'ka gjan. Ahiret është një herë të pyesin. Ja kalon, ja s'kalon. Ja thua Allahi është një, ja harron krejt. Në ahiret nuk ka përsëritje të provimit, o vëllezër. Është një. Me në rabbuk, kush është Allahu jot? E ke njohur në dynjat me këtë këto punë që e tham, i nënshtrohesh se na mos me dosh, mos me besu dhe mos me dash Allahin na nuk falmi. As nuk i thojnë Allahit elhamdulillah, as nuk i thojnë Allahit subhanallah. Kjo është dëshmi që na e dojna dhe e besojna Allahun dhe e njohim Allahun ton. Prandaj ai që një në dynjat ka me njoh natën e vorrit. Provim. Në xhennet, se në shkon pa i thon Allahut natën e vorrit, Rabbi Allah. Dinën al-Islam, valla çfarë fejeve? Valla njerë komunist, valla njerë demokrat, njerë kapitalist. Hoxhë demokrat. S'du më konë kësi demokrati. Zban mi thonë njerit musliman e demokrat. Nga vim është mi thonë. Se demokracia është ligj i njerëzve. Sistem e cila është në kundërshtim me parimet islamit, ka shumë devijime në ta. Ose hoxhë diçka tjetër, nuk ban mi thonë. Dush më konë shumë i kujdesshëm.
E prandaj, edhe për këtë llaf kemi dhënë llogari. Na edhe kur ta shajnë aty kanë e ofendojna për me ngrit. Të na njerëzit që s'kan peshë ngritmi. Prandaj ngritja jote është me iman dhe me vepra të mira. Prandaj në ahiret është do të pyetesh ndoshta për një zullum të vogël. Jo ndoshta, pa ndoshta. Me çdo detaj kemi dhënë llogari para Allahut për me fitu xhenetin. Me çdo detaj, për fjalën çka e thaje, për veprën që e bane. La yughiru saghiratan wala kabiratan. As e vogël e as e madhe. Krejt kanë me dalë, pse? Se që tu kena me laçe që ka i shkruan veprat e tua. La yughiru saghiratan wala kabiratan. Dhe kujdesi ynë duhet jetë në gjuhën tonë, fjalët e tona dhe veprat e tona. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin la yalqihi laha balan yahwi biha fi jahannam 70 kharifa. Zullumi sot në botë më i madh fillon me fjalë, me fitnën, pa kontroll. I shton fjalë, i nxjet fjalë, i ban edhe këtë telashe në dynjë të pesati, nga gjuha e cila nuk e ka epicendrën, nuk lidhet me zemrën e tij. Ama e ka ranu se kalon haxhien me flet gjithë natën. Ti ja ke thon llafin, ama gjithë natën azapu ka vënë. Çka mendon ti, ke më kon rahat natën e vorrit, kur s'bash. Ti çka e trishton zemrën e dikujt, s'ka mundësi ti më kon rahat në ahiret. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fol fjalë të mirë, ka bë vepra të mira. I ka gëzuar, a dini çka? I ka gëzuar zemrat edhe neve, mas 1400 vjet dhe gëzohemi me fjalët dhe veprat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse ai na ka dhënë rrugën e xhenetit, sigurtën çka më shumë. Atëherë fol fjalë të mirë, sillu mirë dhe vepro mirë. Dhe njerëzit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Wa inna ar-rajula la yatakallam bi kalima." Ka mundsi njeriu me epsh e fol një fjalë dhe ka me shku në xhenem. Me epsh, me nefs. Ja, unë e foli me argument. Tham ke frikë Allahun, bane këtë ose mëse bane ta. Do të pyetim për lëvizjet tona, do të pyetimi për fjalët e tona. Inna Allah kana aleikum raqiba, se Allah është përcjellës i veprave tona. Njerëzit me fjalë të shkurt, krejt veprat e tona do të jenë në tefterin e Allahut subhanahu wa taala. Wa af'alul insani musajjala, dhe fjalët dhe veprat tona, wa sanuhasabu inda rabbina, dhe do të llogaritemi tek Allah. Hesapi jon ja i lehtë ja i mirë. Ja i mirë dhe i lehtë, ja i rënd dhe i dështuar. Ja e ke kalu provimin, ja se ke kalu provimin. E prandaj, për mos më zgjat më shumë, zemrat tona ti përgatitim para se mi përgatit veprat tona për ka udhëtimi jon për në xhennet. Nëse rregullohet zemra, rregullohet edhe trupi. Nëse smuhet zemra, smuhet edhe trupi. Mundesh më kanë pa krah dhe pa dorë, e ke emrin sakat pa dorë, qarë pa sy, a më je njeri. Ama mundesh më kanë me sy, e më i bukur i dynjas, e më i jeshmi, e më i fuqishmi, e më i pasuri, e më pushtetin më të madh në dynjat, ama ti insan nuk je, ti shumë i nënçmuar prej Zotit. Ka pas njerëz në histori. Prandaj, pse? Sa i pijash, këtë është në rregull. Ama pi mrena është i prishur. E prandaj Islami na nxit neve me rregullu zemrën për në xhennet. Vendin në xhennet e kanë ata që e kanë instaluar imanin dhe dashurinë ndaj madhnisë Allahut dhe ndaj Resulullahit alayhis salam, me përfundu me hadithin: kullu ummati yadkhuluna al-janna, këtë ummeti jam kanë me hinë xhennet, Allah i na boft rrezik neve xhenetin, illa man aba, përveç ata që e refuzojnë. E kush janë ata? Ata çka ja kthejnë shpinën Allahut dhe pejgamberit. E lutim Allahun që ne ta ndjekim rrugën e Zotit dhe të pejgamberit, rrugën e xhenetit dhe fitores. Allahu na ruajt nga zjarmi i xhenemit. Allahu na baft të ditur që ta menaxhojmë jetën tonë, pasurinë tonë, evladin tonë, familjen tonë, Ramazanin tonë, jetën tonë, fjalët tona, i vetmi qëllim të jetë destinacioni jonë xheneti. Allahu nasip na baft. Aqulu qawli hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.